edhe me fitu për kësaj pjesë nuk është kurgjë. Po pa që. Por ja është e mirë. Po ju me e mirë se ftyra, përdin, a mo normal edhe me pas bashkëpunime me tjertë, bën, pse jo. Me fitu për qasoj pjesë, është t'i hargjën kohë ato. Unë nuk është që i editoj fort videot, shumë interesant ajo pjesë, bëje qes, kja për ti editon munohet a përdin, pse jo edhe me fitu për qasoj pjesë. Po, normal, edhe kjo është pjesë e kësaj puna, se ta shumica e kanë këthy edhe në punë. Fakt, unë ja u kom zili pak me ju thonë të drejtën, këtë pjesën e TikTokut, unë e kom një TikTok, si jam shumë e mirë në TikTok, asaj të Po, edhe krejtë njerës që ditën se më thojnë, tash je moderatore, gazetari, je gjithmonë përballë kamerave, pse nuk po e merë këtë hapin me qenë shumë aktive në këtë platformë, po nuk e di, a më tregon jam efni naj këshill që shmi anis. Që me dhes që shtu si jo. Durimi më nëtë me pas këtë përgjigje. Unë e bëj TikTok pej 2021-ës. Në atë ku, unë im konë shumë dryshe, i kom pas 140 kg. Kër e kom vetë këto, am kështë e pranu që të kur. Po, e pa ta ndalu shoku i fjallëve. Nga shtë im konë pak ma i riu, pa ta ndiku. Shumë, këtë në varët sa ndiku është për njerëzë. Nëse nuk të përkra familja, apo kupton, nëse nuk kur të përkra familja në qatë aspekt, atër ti më nëshme koni lirë për çka do nuk të interesën. Durim, është pak presion komente, sa do që nga thojna nuk nga ndikojnë ose diçka, sidomos në fillimet tonë, është një farë presioni që ta japin, jo ke bo ashtu, jo kështu mesazhet. Jo, në flej si këngjë. Edhe fillime. Po jo, se nuk është naj sen, për një me po thëmë, më nët me bo TikTok çdo njeri, apo kupton, nuk është naj sen e madhe. Mënët me përdor për reklam, për biznes dhe vetë, mënët me përdor për çka dush. Por nëse jemi të sinqert, jo gjithmonë jetet në platformat online ka të gjërat bukra, jo gjithmonë po dalin gjërat bukra dhe po ka promovimet njerëzve që realisht ja vrejnë. Domethënë këtë farë kontekst, se thash është marrë një... Unë nuk jem tip që hi edhe shoj ato. Apo kupton veç më bo viral, nuk jem tip që e pik toni pozit kes, që veç që bi morë do views, apo kupton. Më i me qitë një video, ha pak më ka dolla në i sena, po ajo nuk është kurgjë, nuk e bim pozit keqe për do views. Nuk e prishën e mardhonjën me këta për të vijusa. Apo kuptën? Unë e jam gjendje me mshel TikTokin, krejt me mshel këtë rejtet sociale, veç me konë mirë me ta. A ka ndonë nërë TikToku me qenë ajo molla e shirit për juve dëve, me ja unë gjallë naj konflikt, naj mos marveshje diçka? Jo. As njëherë? Jo. A më u konë shumë interesant në ditë, edhe kësoj edhe mu nga kanë orë 2 mesazhet njëjta. Kësoj ka orë mesazhet që durimi o të të ratu, mu ka orë që kur me thonë më në gjes, Ledjana o të të ratu. Do më thonë prita që për njerëzët të këshi... Apo kuptën, gjithë dikush ka me konë që ka me shkru diçka. Po normal, pa i besimi që e keni për njëri tjetërin, ju bën që mos me ndiku fare, edhe nuk mundet me prish, edhe jam shumë e lumtur në fakt që nuk ndikojeni prej këtyre komenteve dashakeqëse të themi, sidomos po edhe durimi.